Ajeti kuranor eyyame ma'dudat, ditë të numëruara. Pra thot Allahu ditë të numëruara. Pra ditë, imagjinoj kur i numëron 1, 2, 3, arritëm ke 20 sonde. Kështu do të shohim që ky muaj do të kalojë. Dhe çfarë do ngelet? Do ngelet agjërimi jon, do ngelet namazi jon, do ngelen lutjet tona, përmendja Allahut, veprat e mira, a ke ndihmu dikën, qoftë edhe me 500 lekë vjetra, me lani kafe aty me ndihmu dikën, për hir të Zotit, për hir të Zotit. Prandaj vëllezër besimtar, pak vëmendje, jemi fut tani në 10 neshin e fundit të muajit të Ramazanit. Pra nëse namat deri në fund është 10 nesh i fundit. Ky 10 nesh që profeti alayhis salam shtërgonte rripin e tij, pra i përveshej dhe adhuronte Allahun dhe falte namaz dhe rrinte gjithë natën zgjuar, pra rrinte zgjuar duke bë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Lidhje pse? Sepse në këtë 10 nesh të fundit janë 10 netët më të mira të gjithë vitit. Mani mend, e para është 10 netët më të mira të gjithë vitit. E dyta në këtë muaj, pra në këtë 10 nesh, është nata e Kadrit, që po ta arrijm është më e mirë se sa 1000 muaj. Prandaj ne duhet ta kërkojmë në këto net. Duhet ta kërkojmë, sepse profeti alayhis salam ka nxit dhe ka thënë kërkonja në netët teke. Dhe që të arrijmë atë shpërblim të madh të natës së Kadrit duhet 3 gjëra. Që kemi parasysh. E para gjë është që duhet çdo natë falim namaz. Mos ish këtu në xhami. Pa çdo natë më fal namaz. Kush ka mundësi në xhami, kush ka mundësi, pra nuk ka mundësi të falet edhe në shtëpi. E para gjë me fal namaz. E dyta gjë është çdo gjë që ta bëjmë me besim tek Allahu subhanahu wa taala. Pra me besim që unë këtë po e bëj vetëm për hatër të Zotit. Pra unë e besoj natën e Kadrit, e besoj këtë shpërbim që ka natën e Kadrit. Pra me besim. Dhe gjëja e tretë, vëllezër dhe motra, është që ta shpresojmë shpërblimin e Allahut. Pra ta kërkosh, pra ta synosh këtë shpërblim që ka nata e Kadrit. Pra shpërblimi më e mirë se sa një jetë. Afërsisht 83 vite. Këtë ta jep vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi thot: "Men qama lejlatil qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e gjallëron me namaz natën e Kadrit. Kush e gjallëron me namaz, pra duke fal namaz, duke besu Allahun dhe duke shpresuar shpërbimin e Zotit, i falen gjithë gjunafet që ka bërë ky njeri. Pra shpërbimi i parë është të arrish sevapin e 83 viteve ibadet Allahut, e dyta është të falen gjunahet, Prandaj vëllezër besimtar dhe motra, ta kërkojmë këtë natë, ta kërkojmë mirësinë e kësaj nate. Duhet me e ditë që Allahu e ka veçuar ummetin e Muhamedit alayhis salam me këtë natë Kadri. Pra ummeti i Muhamedit, pra ne dhe sa të jenë musliman në tokë, kanë privilegjin e kësaj natë të madhe. Khairu min elfi shahr. Më mirë se sa 1000 muaj. Prandaj ta shfrytëzojmë këto net fundit, edhe duke u përpjekë që ta mbyllim muajin e Ramazanit sa më mirë. Sa më mirë që të arrijmë fitojmë kënaqësinë e Zotit, fitojmë sevapet e Allahut, fitojmë xhenetin e Allahut dhe të na falë gjunafet Zoti i gjithësisë. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft.